Për dialogun me Serbinë e kam fjalën. Edhe normalisht të dërguarit posaçëm të Sigurisht edhe dialogu me Serbinë do të merr një përfundim më në fund, sepse unë e kam thënë, vetëm dialogu me Serbinë, marrëveshjet e ndryshme ndërkombëtare, gjithçka që ka të bëjë vetëm me Ramush Haradinajn edhe me Partinë Demokratike, dhe me Aleancën. Për ndryshe, nëse futemi në koalicion me BB-ja me LDK-n, procesi mbetet aty ku ka qenë. Nuk ka lëvizje para. Domthonë, sepse me partitë paqësore, me partitë të cilat jo violente, me partitë që s'kan qenë luftë, është e pamundur të kryhen marrëveshjet me Serbinë, sepse e dim që faktori kryesor është UÇK-ja, janë partitë të cilat janë dalë nga krahu i luftës, e ato janë Partia Demokratike e Kosovës edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tani në Partinë Demokratike të Kosovës do ta kemi edhe zotin Limaj, kështu që me këta individ, me këto dy parti mund të shkohet përpara. Në këtë rast nuk e duan Partinë Demokratike të Kosovës koalicion, e duan zotin Ramush Haradinaj. Zoti Ramush Haradinaj për momentin i nevojitet vetëm vota e disa deputetëve të Partisë Demokratike, ai do të zgjedhet president, pastaj qeveria do të veprojë, nuk ka nevojë më për vota përveç për marrëveshje ndërkombëtare, pa marrë parasysh a do të jetë LDK-ja dhe PDK-ja në koalicione, ata marrëveshje ndërkombëtare ata i kalojnë, sepse janë parti institucionale dhe këto do të përfundohen këto procese të filluara edhe të ngelura në gjys, edhe uroj që ky skenar që po themi para përgatitur nga zoti Kurti të realizohet. Zoti Ramush Haradinaj ka bindje të plot se do ta pranoj pozitën e presidentit, sepse ai e ka ofruar edhe në zgjedhjet që i lan pas, kështu që ka mjaftuar që ndërmjet të ndryshëm dashamir të shqiptarisë të ndërmjetësojnë këtë rast dhe zoti Ramush Haradinaj ta merr pozicionin e presidentit. Në këtë mënyrë do ta kemi një qeveri që e ka zgjedhur populli me shumicën e votave dhe në anën tjetër do ta kemi një president nga opozita, në këtë rast një president që nuk do të lejoj në asnjë mënyrë një sistem autoritar që ishte i parapërgatitur. Jam i bindur që edhe gjykata kushtetuese do të shpëtoj nga kopja, sepse pastaj presidenti ka jashtëzakonisht shumë kompetenca dhe në këtë mënyrë çështja e Kosovës do të avancohet, do të shkojë përpara. Uroj që këto lajme të jenë shumë të sakta dhe unë jam i bindur që jenë shumë të sakta, vetëm urojmë që zoti Ramush Haradinaj të pranoj pozicionin e presidentit dhe kjo tjetë serioze nga ana e zotit Kurti, edhe unë besoj që është serioze, sepse e po që nuk mund të shkoj të 60%, i ra vota, nuk dolen e bojkotuan ma shumë se 150.000 qytetarë procesin zgjedhor. Kjo të regon se nuk ka nevojë më vendit të shkojnë zgjedhje, por të bëhet një konsenzus më të mirë për momentin, për të shpëtuar, nëse ka mbetë diçka për të shpëtuar, është zoti Ramush Haradinaj president, Albin Kurti kryeministër, s'kem çka bëjmë. E ka votu populli edhe do ta pranojmë si të tillë. Profesor, a ishte një paralajmërim për këtë që ju thoni se mund të ndodhë edhe ka negociata, edhe fakti që kishim 3 lëvizje para këtyre zgjedhjeve që Ardian Xhini u bë kryetar, edhe ai nuk do të jetë në parlament, po do mbaj postin e kryetarit të komunës. Normalisht Haradinaj që u tërhoi duke bërë një hap pas pra paskend, ndoshta për këtë rikthim më të fortë, fuqishëm, edhe fakti që edhe Davut Haradinaj e la mandatin, pra deputetët kanë mbetur si pakok të aleancës, edhe do jenë nuk do ketë konflikt nga aleanca në parlament. Do është një bashkangjitje e heshtur edhe pa një koalicion thjesht me Ramushin president. Po, është shumë e mundur. Ky skenar ka mund të jetë edhe një lloj parapërgatitje për të pasur një president, si po e thuhet, konsensual,
Dhe në këtë rast mendoj që aleanca do të mbetet në një farë mënyre në Kuvendin e Republikës Kosovës pa titullar, por megjithatë aty kemi Besnik Tahirin, e kemi Burim Ramadanin, kemi deputet, edhe pastaj do të jenë edhe Bek Berisha nëse tërhiqet zoti Ramush Haradinaj, dhe në këtë mënyrë nuk do të humbë kur gjë ai numri deputetëve, përkundrazi me Ramush Haradinajin president, unë jam i bindur që në zgjedhjet e ardhshme do të rritet aleanca pas 4 vitesh. Nëse nuk realizohet kjo që e thash, e paralajmërova me Ramush Haradinajin, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Vjosa Osmani në këtë rast do përfundojë deputete e thjeshtë. Në asnjë rast, Vjosa Osmani deputete edhe aq më shumë nuk do kur Vjosa Osmani më presidente në Republikën e Kosovës. Profesor, lutem për ta mbyllur, nëse keni dëshirë dhe për të ndënë një opinion, si keni parë ju zhvillimet në Tiranë nga Prishtina? Ç'të themi? Përzierjet